Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Marr shkas nga kjo. Zonja dhe zotëri, me kënaqësinë më të madhe kemi në studio Romeo. Përshëndetje. Si t'jej, më në fund shohim fytyrën më burrit e ut. E, po sa bukur, a? Sa bukur. Takzoni studion çuna, ju shkon shumë. Takzoni. Po takzoni ju se ju e bët sefte të parët, ju shkon shumë, jeni shumë të bukur dhe realisht televizionit sot i mungonte një dyshe çunash, moderator si ju, se është shumë vështirë që të gjesh. Te pra, vërtet kur e mendon. Faleminderit, vlla. Do mendosh faleminderit për besimin ty. Jeni shumë Romeo. E dim që jemi alternativa e parë, jo e parë. Megjithëse do të flasim për gjitha. Fillimisht doja të uroja gjithë shqiptarët të gëzuar fiter Bajramin, qofshi të qeshur, të lumtur dhe dhurofshi vetëm dashuri mes njëri tjetrit. Jeta shumë e bukur, shijojeni dhe qeshni. Bravo, e nisim me mesazh të mirë. Tani jo, ka qenë një muaj sakrifice për gjithë besimtarët muslimane dhe mendoj që sot është një ditë feste për gjithë ata që kanë agjëruar, Zoti Allahu ua pranot. Ora është për të gjithë, ore. Po ne patjetër për të gjithë, po kryesisht për ata që kanë agjëruar. Pse ne festojmë gjithë? Hajde lani si mirë. Hajde të jemi cikritëm, me çfarë mendimi e zgjuar sot? Një sekond, ta them me çfarë mendim. Pse të gjithë ata që japi ritëm, po ta shkosh dhe në për video janë kështu. O kështu, po hajde, shkojmë. Ai është ritmi pra. Ritmi është. Hajde gjithë. Shkojmë të gjitha duhet të shpjegojmë me çfarë mendimi e zgjuar sot mëngjes se jam pyetur që kanë ardhur direkt nga. E para unë sot nuk kam fjet fare, jam pa gjumë, kam 3 ditë pa gjumë, po pyes chatin nëse ti nuk flet 3 ditë, ka të bëjë me insomnian, edhe nuk e di, por unë sot edhe muajin e fundit jam zgjuar me mendjen tek ju dy. Do të thënë shko sa e bukur është. Ne kemi fjet me mendjen tek ty. Me vërtet? Unë me ty flet. Edhe me parfumin tënd. Jo. Romeo në fakt ka parfumin më të fortë në nivel paktën me zdheu, nëse e takon një herë do ta mbash me vete gjithë ditën. Rri dhe nuk has duart. Është shumë e bukur, Nuk e shpjegoj dot atë ndjesinë sa bukur është të zgjohesh me ju dy. Edhe është shumë e bukur që gjithë shqiptarët do zgjohen me ju dy. Faleminderit Romeo, shumë i mirë. Sidomos kur nuk flesh, lesesh kur zgjohesh. Kështu sa pozitiv jam pa gjë. Imagjino të flet plako. Mund të jesh te Paçja për shembull, e ke parasysh pasi ka kaluar një natë me alkool. A nuk duket? Po të gjitha hajnë Paçë me zoti. Zoti, edhe këto janë momente për dhe Romeo Vesha i çoi takon në Mateo Çelën për gjithë ju jeni në radio, grupi Paçës. Një njerëz që ha Paçë, unë vdes për Paçë plako. Po çfarë flet? Koka po këmbë. Nëse mua do koke. Nëse mua do më thosh i zgjidh një ushqim për të ngrënë gjithë jetën do ishte Paçë. Paçë dhe çetësi në botë. Paçë dhe çetësi. Okej. Me mushkit paç. Tani, ku ke qenë valla? Çka kanë ndodhur? Ku kam qenë? Në rrjetet sociale s'ke postuar, në intervista s'kemi parë. Po, sepse kam qenë, se s'dua të dalë klishe tani, kam qenë shumë impenjuar, kam qenë i zënë duke u marrë me projekte, po realisht X Media është një projekt që mua më ka ngrënë shumë kohë. Mund të themi mbi një vit, që është ideuar që nga konceptimi, nga mbledhja e njerëzve, dhe realisht nuk kam pas kohë fare për rrjetet sociale dhe shumë pak kohë për veten time. Dakor, pyetja e radhës, lexon Rudi, dalja e fundit jotja ka qenë në Big, por nuk e folur askund për këtë eksperiencë të re tënden. Pse? A je gati të tregosh sot në një pikë pyetje? Shumë e bukur si pyetje, sikur ta kem shkruar vetesh. Nuk e lexova mirë, se është edhe në klapa natyrshëm. Po. Po, fal, natyrshëm pyetje. Bigu, po, eksperiencë e Bigut. Bigu nuk ishte një eksperiencë për mua. Ti nuk ishte eksperiencë? Nuk ishte ishte bukur, jo, ishte bukur si eksperiencë, po tani që mendoj doja kisha kursyer vetes si bëre më plan. Se di, doja të provoja, se unë jam njëri që dua të provoj këto emocionet e forta. Më tërheqin njerëzit që funksionojnë me këtë lloj adrenaline, me sfida. Me këtë po, Dhe e provova, po si ishte për mua. Po pra ti ishe mirë jashtë, i kishe të gjitha.
Këngë kishe bëret famshëm, ishe gjërat po shkonin mirë. Po gjithsesi konkurrencë me Donaldin. Ngelet një, po ngelet një eksperiencë që vjen vetëm një herë në jetë edhe kaq. Mund të vi edhe 2 orë. Ka njerëz që futen edhe 2 herë. Po, ke të drejtë. Pyetja Biano, keni klishe komplet. Nuk kam rast. Matteo Viz, ti aty u njohe dhe me një vajzë. Të paktën është nga historitë e fundit publike që din për ty. Lidhja jote me Heidin, si përfundoi pikpyetje? Lidhja ime me Heidin përfundoi si gjitha lidhjet që përfundojnë. Gjitha lidhjet që përfundojnë me respekt. Unë njohëm brenda, dolëm jashtë. Sa kohë ishit jashtë me Heidin? Duhet kemi qenë diku tek 2 orë, 3 muaj. 3 muaj pas kanë qenë, pas ka ecur si marrë. 3 muaj jashtë, nuk funksionua me njëri tjetrin, kishim mendime të tjera për jetën, po që unë e respektoj edhe kaq. Do të thënë ka njerëz që jam as i pari i shekullit as i fundi i shekullit. Sa vite ka një shekull? 15-16 vjet. Unë në Itali kam qenë pari 15 vjeçarit as i dyti 15 vjeçarit. Shko, ideja është që kur ndahesh ti si Romeo Veshaj, nuk është se ndahesh si një zakonshëm, ndahesh si Romeo Veshaj, kur lidhesh si Romeo Veshaj. Kupton se janë Jim Carrey. Po. Nuk je thjesht. Dakor, kape lajme tash. Pyetje shumë e rëndësishme. Lexon Rudi, pse u largove nga Top Channel pikpyetje? Më natyrshëm se herë e parë. Po, pse u largova nga Topi? Shiko, në Top unë kam pas një siklet shumë të madh. Kam pas një histori shumë të acaruar, një histori që plasin një sheri madh aty, me Bjetën. Duket ajo. Ma ka dhënë përshtypjen ajo që. Me Bjetën për ftesën e 5. E doja si emision, nuk ma dhan. Kalove, domethënë ishte. Jo, po ishte kjo situata, shifeshim në përshkallë, më shif një herë më preku. Emocionalisht? Jo, më preku në skallë, pa më preku këtu. Nuk më erdhi mirë, them drejt, aty u largova vetë. Po pse si re, se prekeve ti? Jo, plako. Unë Albanin e kam shok, nuk mund ta. Po jo Albani ti kishte rënë Bjetës. Jo më ndro, se bidot. Jo, okay, për te shakave. Në Top Channel kam kaluar një cikël shumë të bukur, të jetës time, se mbështesi njerëzit që larguan janë kështu që fillojnë këto atërmbetje, të fillojnë flasin keq, por jo, kam kaluar një periudhë shumë të bukur dhe unë jam nga ato njerëzit që më pëlqen që të krijoj kujtime të bukura. Okej, është mëse enough. Jepim ato ke pyetjen e radhës, që mos se s'kemi shumë kohë ato. Ai surprizohet më si O vllai, ai surprizohet. Ne bash krim më shumë, ai surprizohet. Të lutem, ta dëgjoj pak që ti perceptoj. Do më lësh të flas apo do më lësh tani me këto kore histerikësh? Po kështu oferta nga televizionet e tjera ka pas. Oferta po ka pas nga televizionet e tjera, por që gjithmonë rinin në nivele që do bëja gjën që isha duke bërë deri tani. Okej. E kupton, dhe doja ta shtyja veten për të bërë diçka më të madhe se vetja dhe prandaj u investova tek X Media. Dakor, dhe meqense jemi tek X Media, po më vjen një pyetje natyrshëm tani që sa the X Media. Sot je këtu për të folur për herë të parë për një projekt të madh, 2X Media, që nis rrugtimin pikërisht me Express me ne. Çfarë është X Media për gjithë ata që po na ndjekin dhe do na ndjekin? Pikpyetje. Shko se duke sikur i kam bërë unë gjitha këto pyetje, por jo, ne kemi 3 autorë emisionin, kështu që unë i kam thënë që mos më thoni pyetjet, por që është shumë e bukur si pyetja. S'dua t'ja përmend emrin autorëve. X Media, çfarë është X Media? X Media është një platformë mediatike, audiovizive, gjithashtu dhe radio, ku do të ketë, e nisim sot me emisionin e mëngjesit, emisionin tuaj, që mendoj që ka përqen nga emisionet më të bukura në Europën lindore dhe në Ballkanin perëndimor. Edhe e them realisht, ju çuna shkëlqeni dhe ju uroj shumë suksese. Jeni dyshe fantastike dhe keni një energji të papar me njëri tjetrin. Fole ti o Ylli. Jo, fole ti. Po X Media, ç'është X Media? X Media ç'a do të ketë X Media? X Media do të ketë emisione të tjera, do të ketë edicione lajmesh, do të ketë dokumentar, do të ketë një mori gjërash, ku disa njerëz që nuk ndjen të përfaqësuar nga gjërat që po transmetohen vërdall, mund të ndjekin X Media. Do jetë një platformë mediatike ku fjala ka pesh,
përmbajtja ka vlerë dhe publiku merr respektin që meriton. Të paktën ne këtë premtojmë. Po ti çfarë rishi habitur gjithkohë se Un po them, un po perceptoj, të lutem tani më lër. Lësh të flas apo Më lësh të flas tani apo me këto kor histerike. Si nisi X Media, Mateo? Kjo ka nisur qysh kur dola nga Bigu, them të drejtën, kalova një periudhë relativisht të vështirë. Shumë njerëz që kisha afër mu larguan, unë ndjeva vetëm në një periudhë shumë të gjatë kohe. Po ndonjëherë njeriu në presion aty lufton dhe më fort për të krijuar gjëra akoma më ambicioze, le të themi. Dhe kur janë shtëpi hapa të sirtarin e ëndrave dhe aty gjet atë fletën media. Dhe por shikoj mos e kam gjë aty atë karikusin unë të ku? Te sirtari? Te sirtari? Te i dyti, i treti? Nuk e di tani ti. Kam dollap të madh me ëndra, shumë i madh. Jo, realisht ëndër unë e kam pas sikur kam qenë 16 vjeç. Ti që të bëj një median tënde. Ta tregoj se shumë interesante. Unë funksionoj shumë me ndjesi. Kur kam qenë 16 vjeç unë dal për të parë në televizion, ishte dalja ime e parë dhe unë brekullova kur hyra në televizion dhe pash kamerat, dritat, ndriçimin, njerëzit që punonin backstage, gazetarët, montazhierët, dhe thash unë një ditë dua një gjë si kjo. E kam pas ndjesi gjithkohës, por duke pas projekte pas projekti, projekt pas projekti, kjo ëndra sikur filloi të venitej pak. Edhe mu desh kjo kohë, mu desh në këto lëvizje për të krijuar një media si X Media. Ora, ka vend tu për njerëz që nuk të kanë qef ose edhe nuk i ke qef? Për njerëz që nuk kanë qef. Jo, edhe nuk janë pak, ore, ta mendosh. Se në Shqipëri nuk do njeri, është i duan njerëzit. Jo, s'do thoj atë se Shqipëria është shqiptarët në përgjithësi janë shumë dashur. Publiku po, ore, po. Duhet jemi të kujdesshëm me këto mesazhe që japim. O zotëri, do më thuash mua çfarë do bëjmë jam pa varur. Po do ta lësh të flasë do kolegët tani po fillova çdo ti me atë tani. Tash i par. Duan kolegët, nuk përmbahen, nuk si mbaj dot unë, kur si mbaj dot unë, si mund i mbash atë dy. Si mund i mbash? Nuk ka pryla tani nëpër media. Se nuk është ti çohesh tani ti ikësh. Po iko vëlla, sigurisht që po ik ky edhe elektromagjik. Gëzuar bë të mirë vëlla. Gëzuar. Po ishte pyetja për njerëzit që nuk nuk i kam qef, dëgjoj. Këtu ka shumë vend për njerëzit që unë si kam qef ose s'kam qef. Kryesisht për njerëzit që nuk më kanë qef. Po ta shikosh për shkakun edhe Rama, ç'a bën Rama? I ka marrë gjithë nga podella. Të gjithë pam i mlodi. Kështu që kush nuk ka qef, vetëm t'i bie telefonit, të marrin telefon tani. Ose mos marri direkt se kuptohet direkt që s'm ke qef, po merrni se ju ka blok. Çdo ditë mjafton të bëj punën derën këtu e Merrni se delifik ka bër blok po ç'ke. Okej, të pyesim pak në lidhje edhe me Donaldin. Okay. Ju keni qenë të pandarë në fakt në të gjithë rrugtimin tuaj profesional, artistik, Donaldi vazhdon të jetë atje. Në fakt jeni të ndarë se po të ishit aq bashkuar do kishte ardhur Donaldi. Kupton, në fakti që ke dalë ti tregon qartazi sepse edhe si qysh funksionon kjo gjë tani Romeo, megjithatë cili është roli i Donaldit këtu, çfarë pozicione ke? Okej, Donaldi është drejtor artistik i gjithë gjës, merret me gjithë kurimin artistik të X Medias dhe X Radio. Donaldi shumë më artist nga unë. Donaldi ka një shije fantastike për gjithë gjërat që prek me dorë dhe Donaldi është pika ime kyçe për gjithë sipërmarrjen që ka marrë. Patës do ta bëj dot. Fare zero. Pa Donaldi dhe pa Marion. Marion ndërkohë regji. Okej. Jo, pa Marion bëhet, domethënë pa Marion nuk bëhet, pa Donaldi dhe bëhet. Kjo është e vërtetë. Pa Donaldi dhe bëhet fare. Marion dëgjemi që kemi audio. Është vërtet. Kush ishte kriteri që përzjodhe njerëzit? Domethënë për ne dy e di, po kriteri atëherë. Un kam disa gjëra shumë Ma i pse s'vjen? Jo, kam disa kush Donaldi? Hajde. Se nuk vjen. Donaldi dajti për shkak. Jo, pak më vonë se ka krem mustaqe. Thot vetëm se kanë vetëm mustaqe Donaldi. Kriteri, shiko këtu ka vetëm 3 rregulla të pashkruara. Po. 1. 2. Kur bën shaka bosi ose shefi, duhet të qeshin të gjithë. E para kjo. A s'ishte shaka? Para. Okay. Para. Qa do lloj gjë që thot shefi është lihet aty dhe tjetra, kushdo nga punojësit që ka një ide të bukur, që ka një ide brillante, ajo ngelet e kompanisë. Këto janë 3 kriteret që ti nëse i ke, mund të aplikosh në X Media.
Edhe tash Sa i artikuluar që është, more, sa po e bërë gjatë pyesin edhe për këtë, si është si ndjesi? Po, Blue M është dhurata më ora është. Se mendove raketat Irani, po s'ke thaj për me hije. Nuk na bim më mat. Jemi ora për ilaçet, ka filluar për ilaçe. Merri Gjaxha është ndjesia më e bukur, është dhurata më e bukur që Mario dhe Kristina më kanë dhënë jo vetëm mua, po gjithë shtëpisë. Mezi pres që të shkoj në shtëpi, edhe pse kam pas shumë pak kohë, edhe ndjem në faj edhe për Marion që e ke mbajtur këtu nga 25 orë në ditë. 27 orë në ditë, po që është ndjesia më e bukur në botë. Është ndjesia më e bukur në botë dhe realisht unë jam njeriu më me fat në botë sot që flasim. E kuptojmë. Tani unë me Rudin do bëjmë një test me një fjalë, do përgjigjesh. Në fakt ishte janë disa pyetje që ne i kemi mbledhur në për komente. O do më lër të flas tani apo? I kemi mbledhur në komente. Më lër të flas, më hap një plag, hajde, fol. Shishi. I kemi mbledhur pasi njerëzit ishin të interesuar, natyrë romantike apo pragmatike? Unë jam romantik. Late night apo emision mëngjesi? Late night. Si late night? I ftuar. Nuk ka, dëgjoj, ta them unë. Paktën këtu thuj. Ta them unë pse late night, më mirë se emision mëngjesi, sepse nuk ka. Po? Qa është kjo që po dëgjojmë dhe shtemi, ha? Late night apo emision mëngjesi? Më mirë late night, pse them më mirë late night për mua, sepse në emision mëngjesi përpara ju të dyve nuk del donjëri. Kështu që unë do sfumohesha direkt në këtë. Është diploma? Dashuri private apo publike, shpejt nuk kemi kohë. Private. Vlora apo Tirana? Vlora. Ç'është u mendua. Night out apo night in kur mendohet man. Ja, nuk kam pasur shumë night out, po jam night in. Jam shumë night in tani. Bravo. Hakmarrja apo paqe? Hakmarrja, paqe më dha. Ka si paqe. Po pra, unë s'kam jo që të sjaroj për gjithë, unë jam njeri që nuk kam inat me asnjëri. Inati është gjë më e keqe që mund ta shkatrojnë. Po ne e dim të gjithë që ti je njeriu që të kanë inat, domethënë pse duhet të kesh ti inat. Më mirë në ekran apo pas ekranit? Ka filluar po më shijon shumë edhe pas ekranit. Dhe pse ekrani është dashuria ime e parë dhe vërtet një. Pas ekranit. Pas ekranit të gjendë më. Po pse punon e zbra? Kam nevojë për lekë. Po lekë pra, rroga pra. Cili është red flegu yt më i madh? Për gjithë ata që se kuptojnë, red flegu është flamuri i kuq. Unë kam vdekje kur s'është për vajzat besoj. S'është për çuna apo. Po besoj një vajzë do e ketë bogët pyetje. Red flegu im i madh është kur gënjeshtrat, s'pëlqen gënjeshtrat. Gënjen, jo të betojmë. Gjemë toksike që ke bërë në dashuri. Gjemë toksike kam dash. Ore me këto i hedh goca ty. Jo. Ja me këto toksike që kam bërë për ty që të kam dashur vërtet o mos. Direkt ulëm piano ta bëjmë kongën. Nuk është toksike të duash, nuk është toksike tani. Nëse flasim për dashurinë, konceptin për dashurinë, për mendimin tim, nëse nuk është pak toksike, është po ke një njerëz për të kaluar jetën, do i thash mirëmëngjes, natën e mirë edhe kaq. Po ashtu është martesa, mo çfarë do bësh deri, do rish beqare? Flasim pak për ty, Rudi. Si është martesa jote? Po le më çfarë, martesa është yll. As pak toksike. Po. Gjëja më e bukur që kam bërë për ty, të lutem koleg. Gjëja që më e bukur që kam bërë për mua, më kam dash. Gjëja më toksike i bie. 3 gjëra që duron dot tek një njeri, që si duron dot gjëra tek një njeri. Okej, mos më pëlqejnë servilat, nuk më pëlqejnë fare, po fare, nuk i shikoj dot në sy. Po shefim, po. Po, dhe nëse keni një plan nëse pas nëse mos e bëni. Jo, e kam seriozisht, servilat 1, njerëzit pa karakter 2, edhe njerëzit që gënjejnë. Nuk pëlqen njerëzit që gënjejnë. Hajde vajti ora 9:10. Okej. 3 gjëra që të bëjnë të biesh në dashuri, shkruan një gocë. Shkruan njëna. 3 gjëra që të bëjnë, 3 duhet të jenë 3. Sinceriteti, okay, ta them. 3 ka kërkuar jo. Sinceriteti tek një vajzë. Jo, nëse ka humor. Edhe po jep në pjesë trupi, nuk ke dhe një çik. Edhe tjetër, tjetër zgjuar. Kyçe dhe këmbës. Tjetër zgjuar. Beson te dashuria dhe martesa, domethënë do të shohim ka mundësi që të shkojmë të martuar dhe të Nuk e them dot me siguri, besoj shumë tek dashuria, mjera ai që nuk beson tek dashuria, unë jam njëri që dua shumë dashurinë.
Po te martesa është opsionale, nuk. Qartë, do të thënë nëse njëra s'është tjetra thua ti. Nuk Uroj është e ta rëndësishme, martesa është mendoj që vetëm firma, është është një mënyrë që shteti të na kontrollojë që të futem bëjmë Po Michel Matrixit Foucault. tani. Po. Një fjali për të gjithë dhe për ta mbyllur, një fjali për gjithë njerëzit që sot e nisin nga e para. Një fjali për gjithë njerëzit që sot e nisin nga e para. Nuk dua të them nga këto fjalit mos të dorëzohen, por që nëse ju keni diçka në mendje, që keni si ndjesi, bëjeni sepse është Zoti po ju tregon të ardhmen tuaj. Zonja Zotrin, ky ishte Romeo Veshaj, një nismëtar i X Media, sigurisht që uroj që të shkojë mbare mirë. Të gjithë bashkë doja të thoja edhe dy fjalë për gjithë njerëzit që sot janë, për gjithë bashkëpunëtorët tanë, që sot janë në X Media, që i admiroj pa mas për dashamirësinë që kanë për punën, për përfshirjen që kanë. Këtu nuk ka pronar. Këtu janë gjithë pronar dhe janë dhe ju dy, plako. Dhe ju dy e dini. Shoqëria aksionere, Shareholder. Po, dhe i admiroj për punën, për përkushtimin dhe që shohin gjën si vetja e tyre. Mrekulli dhe ne të falenderojmë shumë për besimin edhe për fjalët e mira. Janë të rëndësishme në çdo ambient pune. Çuna. Përveç çdo lloj shakaje, edhe ne nuk e kemi ndier ose më saktë as ne nuk e kemi ndier kurrë këtë lloj roli shefi e tjera me radhë.